Lazio mban vendin e 8 në renditje dhe rrezikon të mbetet pa Europë këtë sezon. Së fundmi, drejtori sportiv Angelo Fabiani ka sulmuar edhe El Sejid Hysajn. Sa i përket mbrojtësit shqiptar, Fabiani përmend faktin se nuk është transferuar në periudhën me të si drejtor sportiv. 64 vjeçari italian përmend arritjet e moshave të Lazios si dhe ekipeve të vajzave, ndërsa deklaratat e tij 3 ditë më parë ishin të bujshme. A e ke menduar dorëheqjen? Çfarë do të bësh pasi Sarrit t'i skadoj kontrata në vitin 2027? Pse e punësova Sarrin nëse ai do të duhet të tërhiqet nga merkato? Po thua se Fabiani është shkaktoi gjithë këtë rëmuj? Fabiani nuk e krijoi skuadrën më të vjetër. Kur flet, duhet të jesh i kujdesshëm me fjalët e tua. Ai tha se që nga mbërritja ime ne përfunduam të shtatët duke u kualifikuar për në Europë dhe vitin pasardhës vendi 7 nuk ishte i mjaftueshëm. Fabiani nuk e solli Hysajn. Zhigo është i vetmi që solli Fabiani, po dërgohet mesazh i gabuar. Nëse duhet të marr përgjegjësi, do ta bëj, por nuk kam lindur dje. Që nga mbërritja ime mund të shihni se çfarë kanë arritur Primavera dhe ekipet e vajzave, si u zgjidh një çështje kaq kritike. Po mendoni keq, shkoni në shkollë gazetarie.